E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju një deklaratë që në fakt është shokuese. I ftuar në një intervistë, ish banori Edi Kuçi ka rrëfyer historikun e tij me Dolçen dhe të vërtetat e produksionit. Edi ka treguar që ndoshta 20% është e vërtet ajo që del në ekrane. Të tjerat janë të gjitha një skenar, të tjerat janë të gjitha improvizime, vetëm e vetëm për të arritur të famshmen shikueshmërinë. Pyetja që unë shpesh e kam bërë dhe kam thënë deri ku mund të shkoj budallalliku për klikime dhe sa dorë ka produksioni në lojen e banorëve, çfarë kërkesash ka produksioni, sepse e di shumë bukur nga banorët të cilët kanë qenë pjesë e shtëpisë së Big Brotherit, më kanë thënë Tiranë na thrasin në dhomën e rrëfimit dhe na kërkojnë këtë dhe këtë. Pikërisht Toni, ish banor, njësoj si Edi, që të dy çunat në fakt patë një marrëdhënie me Bia Khalifën, patë një afrimitet me Bia Khalifën, ka treguar që produksioni ka kërkuar që Toni dhe Bia të kryejnë marrëdhënie seksuale. Imagjinoni çka kërkojnë. Dëgjoni tani. Ish banori Big Brother VIP Kosova Toni ka qenë së fundmi i ftuar në emisionin Kanape, ku foli hapur për rrugtimin e tij brenda shtëpisë më të famshme. Gjatë intervistës, Toni zbuloi se produksioni kishte kërkuar të krijonte një marrëdhënie më intime me Bian. Ai theksoi se nuk e kishte pranuar këtë kërkesë dhe se situata e kishte prekur shumë emocionalisht. Marrëdhënie me Bian dhe mua ky sen nuk më ka pëlqyer as pak, thot. Kur e ndalova raportin pas disa kohëve, për ditëlindjen time, kur u riktheva aty nisën këto sene që nuk më pëlqenin të produksionit. Nuk dua të dukemi keq, por unë po tregoj realitetin aty. Më thanë me bë marrëdhënie, do të thënë të bësh marrëdhënie seksuale me Bian. Nuk e kam pas direkt, por më thanë bëj diçka më tepër se ke bërë. Si bënte për shembull Edi. Unë u thash jo dhe dola prej aty. Për ditëlindjen time kam qenë shumë i prekur dhe ka rjet edhe publikun. Kjo më pas më ka pengu, por unë e vazhdova prap atë rrugtimin tim. Do me thënë Toni tregon që ka patur kërkesa nga produksioni për të kryer marrëdhënie intime me Bian.